A kërkoni shpesh falje me që morët përsipër fajin? Për fat keq kërkoj më pak se ç'duhet kërkoj, sepse kur kemi një profet I cili ishte I pagabueshëm dhe kërkonte falje 70 apo 100 herë në ditë, që thoshte nuk do të hyni në parajs me punët tuaja, as edhe ti o I dërguar I Zotit I tha nuk hyn në parajs me punët tuaja, as edhe unë nuk hy në parajs me punët e mia nëse Zoti nuk më përfshin me mëshirën e tij. Kur njeriu ta njoh veten e tij, mangësitë, gabimet, s'po themi të këqijat e mëdha, se shpresojmë që të mos jemi aty, por lëshimet, gabimet, ato mangësitë janë aq të mëdha se që duhet të kërkojmë falje jashtëzakonisht. A kërkoj falje, patjetër që kërkoj falje, se më thënë. Mirë po, kam përshtypjen që jemi edhe ne hoxhallarët në atë sfidë se gjithmonë duke folur me tentativën për të rregulluar atë që është jashtë, harrojmë të rregullojmë këtë që është brenda. Por e di që na ndihmon shumë kjo komunikimi me njerëzit, sepse duke folur me ta gjithmonë do I kthem tek vetja jon, po unë që ja them njerëzve, a jam I sinqert te këtë që ja them, a bëj vetëm këtë gjë, po Zoti do të më gjykojë për diçka. Kjo është pozitive, prandaj thuhet ftesa është nga rrugët më të mira edhe për vetë korrigjim, thirrja e tjerëve. Një herë, 2 herë, 3 herë njeriu do ta bëj formalisht atë, por pastaj automatikisht do të kthehej tek vetja e tij. Kështu që prap ftesa duhet bëhet, edukimi duhet bëhet, edhe sikur njeriu të mos jetë perfekt dhe korrekt në veten e tij, sepse në fund ajo ka për ta dhënë efektin e saj.